3 persona në kërkim ndërkombëtar janë arrestuar në Dubai. Sipas policisë, 3 të arrestuarit, Erviz Daka, Maksim Koçi dhe Ado Xhika, janë të përfshirë në ngjarje të rënda kriminale kundër personit dhe për krahas të shumë kërkuarit Talo Çela. Konkretisht, Erviz Daka akuzohet se ka informuar shtetasit që kanë tentuar të vrasin KP-n në lidhje me lëvizjet e tij, ka siguruar kushtet, mjetet për vrasjen e shtetasit AS, po ashtu ka strehuar dhe ka transportuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë shtetasit të shumë kërkuar Talo Çela. Maksim Koçi ka marrë pjesë në vrasjet e shtetasve KK dhe IA. Ai ka siguruar kushtet, mjetet për vrasjen e shtetasve AS dhe AC, alias AS, dhe ka ndihmuar shtetasin e shumë kërkuar Talo Çela për të fshehur, ndërsa Ado Xhika akuzohet se për rreth 2 vjet ka ndihmuar shtetasin Talo Çela duke i krijuar kushtet e nevojshme për jetesë. Po ashtu ka shoqëruar një gazetar me qëllim intervistimin e shtetasit Talo Çela. Kujtojmë se këtë javë nga Dubai është deportuar dhe Florenc Çapja, një eksponent i lartë i krimit në Elbasan, i dënuar nga gjykata e posaçme me burgim të përjetshëm për 2 vrasje, ndërkohë që ka edhe akuza të tjera penale ende në gjykim. Ai nuk u ekstradua, por u deportua. Emiratet nuk kanë marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë, por sipas ish-ministrit të drejtësisë Eduard Halimi, Europoli ka hapur një zyrë të re para 6 muajsh në Dubai dhe po punon së bashku me autoritetet e Dubai dhe vendeve që ata kërkojnë, përfshirë Shqipërinë, Gjermaninë dhe vende të tjera, duke menduar dhe trajtuar me disa instrumente të tjera. Pas deportimit prej të njëjtit vend të Plauren Dervishajt e Julian Meçajt, gushtin e vitit 2024, duket se Dubai nuk është më streha e sigurt e bozëve shqiptar të krimit.